Të mërkurën Banka e Shqipërisë prezentoi raportin e tranzicionit të Bergj. Guvernatori Genseiku u shpreh se politikat industriale që duhet të ndërmarrë Shqipëria të jenë të harmonizuara me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se rruga për rritjen përmes sektorëve tradicionale është vështirësuar dhe në vend të saj është shfaqur një mundësi e re, eksporti i shërbimeve të digitalizuara. Seko foli dhe për ecurinë pozitive të ekonomisë. Në përfundim, ju ftoj të jemi ambicios por të kujdesshëm, të hartojmë politika industriale të zgjuara dhe gjithëpërfshirëse dhe që përputhen me aspiratat tona afatgjata. Mbi të gjitha, ne duhet investojmë jo vetëm në sektorët e ekonomisë, por edhe tek njeriu si qeliza bazë e fuqisë punëtore, si dhe tek institucionet dhe infrastruktura që do të definojë Shqipërinë së nesërmes në rrugtimin ton drejt integrimit evropian, si një hapësirë mundësish për një transformim të pandërprerë. Pavarësisht havave pozitive, ekonomia shqiptare ka ende shumë sfida për të adresuar. Kjo është pranuar edhe nga Banka e Shqipërisë dhe theksuar edhe nga organizmat financiare ndërkombëtar.